Forumi Shqiptar i Udhëheqjes hapi dyert në 30 prill 2 maj 2025. Pastore drejtues të krishterë ungjillor nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e vende të tjera të rajonit dhe botës u bën bashk në një takim që ndezi shpresën, një udhtim drejt rritjes dhe transformimit. Mirë se keni ardhur në Forumin Shqiptar të Udhëheqësisë për vitin 2025. Është një kënaqësi e madhe dhe për mua, unë jam platori, dhe është një kënaqësi e madhe për mua për të hapur këtë konferencë në këtë ditë të veçantë për secilin prej nesh. Kudo ku jemi thirrur për të fuqizuar veten tonë edhe për të fuqizuar të tjerët në mbretërinë e Perëndisë. Pastor Zefia Nikolla, një ndër organizatorët e Forumit Shqiptar të Udhëheqjes, tregon se si ky forum nisi të organizohet edhe në Shqipëri. Forumi Shqiptar i Udhëheqjes nisi si një iniciativë e Forumit Evropian të Udhëheqjes. Një grup drejtuesish të krishterë ungjillor nga Shqipëria dhe Kosova morën pjesë në Forumin Evropian të Udhëheqjes dhe panë se mësimet që jepeshin atje dhe mënyra si trajnoheshin, si inkurajoheshin dhe nxiteshin të krishterët ungjillor drejtues të kishave dhe organizatave të ndryshme, mund të ishte diçka me vlerë për Shqipërinë. Prandaj ne krijuam një grup pune dhe në vitin 2019 mblodhëm forumin e parë të udhëheqjes në Shqipëri. I ftuar ishte Philip Miller, pastori kryesor i kishës The Moody Church në Chicago, një nga kishat më me histori dhe ndikim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastori Philip Miller predikoi nga libri i Jonës. Ai u përqendrua në nevojën tonë të thellë për hir dhe mënyrën se si marrja e hirit na detyron të bashkohemi me Perëndin në mision. Zoti thot një gjë dhe ne themi po, por dhe kemi një listë gjatë arsyesh pse nuk mund të bëjmë atë që ai na thret të bëjmë. Ka shumë gjëra në jetë ku ne të gjithë në mënyra të ndryshme po ikim nga Zoti. Pastor Miller theksoi se Zoti sheh gjithçka. Ai di gjithçka. Nuk ka sekrete përpara tij. Ai gjithmonë sheh përtej maskës. Prandaj çdo dështimi yni, Zoti e sheh dhe e di. Dhe nuk ka asgjë që mund të bëjmë për ta fshehur ose për të pretenduar se nuk ekziston. Vështirësitë nisin dhe jeta nuk ecën më qetë si më parë, por Zoti na fton e na tërheq drejt tij. Dhe çfarë do forme që të ketë, varësi, kriza, stres në marrëdhënie, probleme ndoshta, vetëm ndoshta, është Zoti që po përpiqet të tërheqë vëmendjen për të bërë të tharrasësh drejt tij dhe të kthehesh në shtëpi. To make you cry out to him to come home. Dëshojmë që sot tërë ditën t'ia adhurojmë Zotit. Dëshojmë që ta ftojmë atë që gjërat që mësojmë, që gjërat që i bëjmë të jenë për lavdinë e tij dhe për mësimin tonë. Dëshojmë ta bëjmë bashkë. Dëshojmë që t'ulim kokat aty ku jemi. Ky takim rikujtoi se kur udhëheqësit bashkohen në lutje, mësim dhe unitet, Perëndia e ringjall shpresën. Respektoni udhëheqësit tuaj dhe i nështroni autoritetit të tyre, sepse ata kujdesen për ju, si ata që duhet të japin llogari. Bëjeni këtë që puna e tyre të jetë gëzim dhe jo ngarkesë, sepse nga kjo do të sjellë dobi edhe juve. Në një kohë kur Shqipëria ka nevojë për udhëheqës me zemër, vizion dhe besim të palëkundur,
Forumi Shqiptar i Udhëheqjes nuk ishte thjesht një event, ishte një përjetim. Forumi Shqiptar i Udhëheqjes është i bazuar në rrjetet e bashkëpunëtorëve që ne shpresojmë edhe lutemi që do të kthehen në rrjetet që takohen përgjatë gjithë vitit ndërmjet organizimit të takimeve të forumit. Forumi e ka një veti shumë të veçantë në krahasim me disa aktivitete apo konferencat e tjera, jo vetëm për faktin që është me synim kryesisht për leadershipin, gjë që është shumë e nevojshme, por e ofron një platformë në fakt të një ndërdominacionale, ku është një mundësi shumë e mirë për shkëmbimin e eksperiencave, sigurisht nuk duhet të lënë asnjëherë pa theksuar modeli i folësve, të cilën forumi gjithmonë e ka sjellur një ngjyrë dhe një nivel jashtëzakonisht teologjik që jam i bindur që trupit Krishtin në Shqipëri i vyen dhe i shërben shumë. Është një bekim i shumë fish, sepse është mundësia që të mblidhemi bashkë me drejtues të krishterë, të kishave, me drejtues të shërbesave të ndryshme, për përbashkësi, për miqësi, për ndërtim. Është një mundësi fantastike për të inkurajue nga fjala e Zotit me predikues udhëheqës të kalibrit botëror, me përullësi edhe me profesionalizëm, që ndikojnë në jetën tonë si shërbestar të Ungjillit në Shqipëri. Më pëlqen që ka një ndërthurje brezash drejtuesish, brezat e drejtuesve të parë që në fillim të besimit në Shqipëri, edhe brezave të tjerë të rinj. Më pëlqen të shikoj çfarë Zoti është duke bërë kryesisht me brezat e rinj të drejtuesve. Më pëlqen që është organizuar me rrjete dhe seminare dhe ka larmishmëri ku ti mund të pajisesh për shërbes, për drejtim. Unë vi nga Prishtina dhe është për mua hera e parë që marr pjesë tek Forumi Shqiptar i Udhëheqësisë. Për mua është një bekim shumë i madh me pa një mbledhje, një takim të tillë që ndihmon shumë unitetin ndër udhëheqësit shqiptarë si dhe unitetin e kishës. Për mua personalisht ka qenë një bekim i madh me taku shumë vëllezër dhe motra që ndojnë sfidat e njëjta, ndojnë problemet e njëjta dhe pas mundësi mu lut me njëri tjetrin dhe me shkëmby ide dhe si mund ta kalojmë gjithë këto sfida së bashku. Do shkojmë ne nëse do shkojmë tek Bibla për të kujtuar sa e mirë dhe e kënaqshme është kur vëllezërit banojnë në unitet. Kjo është një nga konferencat më të bukura në Shqipëri sepse mbledh vëllezër, pastor, drejtues, është shprehja më e bukur e unitetit këtu në Shqipëri. Forumi, si një vend takimi, ishte gjithashtu një mozaik i rrjeteve të krishtera nga apologjetika tek ishmbjellja, predikimi, udhëheqja biblike, shëndeti mendor e të tjerë. Secili rrjet solli zërin, nevojën dhe vizionin e tij. The church needs to be a safe place. A place where people can come. Kisha duhet jetë një vend i sigurt. Një vend ku njerëzit mund të vinë dhe të tregojnë historinë e tyre. Dhe ta tregojnë përsëri, edhe përsëri historinë e tyre. Por pastaj vjen një moment kur po t'jap një shembull. Jezusi pranë pishinës së Betesdës. Ishte një rast ndryshe kur Jezusi shëroi dikë. Sepse çfarë bëri ai? Ai ju ofrua këtij personi. E dinte çfarë po ndodhte dhe i tha: "A do të bëhesh mirë?" Dhe kjo është thjesht një pastor efektiv. Të dish kur është koha e duhur për t'i thënë dikujt: "A do të bëhesh mirë?" A do që Jezusi të ndihmojë? You want to be well. You want Jesus to help you. A mund të bëjmë diçka bashkë? A mundemi ne që të themi unë do kontriboj për të ndërtuar një kishë të re në një zonë që ka nevojë.
unë do ndihmoj. Dikush mund të ndihmojë në mënyrë financiare, dikush mund të ndihmojë në mënyrë njerëzore, dikush mund të ndihmojë në mënyrë këshillimi, dikush në mënyrë trajnimi. Po të shohim veç e veç çfarë neve kemi, qoftë edhe në këtë forum, potenciali është shumë i madh. And if we've had an experience in our lives, dhe nëse kemi pasur një përvojë në jetën tonë, ku Jezusi na ka çliruar dhe na ka dhënë shpresë e paqe, kjo është diçka aq e mirë sa që duam që edhe të tjerë ta dinë, të rritur, fëmijë, të gjithë. Duam të flasim për këtë. Dhe kjo është e kuptueshme, por ndonjëherë njerëzit nuk janë gati ta dëgjojnë, dhe sidomos për fëmijët e të rinjt, nëse vjen vetëm me fjalë. Atëherë ata nuk do ta dëgjojnë, sepse as nuk e dinë nëse ti vërtet kujdesesh për ta. Dhe tani historia e kësaj përvoje ka nisur të shkruhet, duke lënë gjurmë në jetët e të gjitha tyre, që e shndërruan këtë takim në një eksperiencë të paharrueshme. Po ashtu është një gjë e mrekullueshme me pa se si mund të bashkohemi së bashku me materiale të ndryshme, me eksperjenca të ndryshme që janë të organizuara shumë mirë dhe janë qartësisht janë ndarë në për nivele të ndryshme dhe informatat janë dhënë në kohë të duhur për të vendosur lamit apo vendet të ndryshme ku ty të konvenojnë për të mësuar. Është viti i tretë radhas që vi në këtë forum të mirë organizuar me sesione dinamike që të çojnë në mendime të thella dhe që të frymëzojnë. Unë personalisht u bëra pjesë e rrjetit të shëndetit mendor. Dhe në të u ndan praktika që ishin kaq të mira dhe që mund të zbatoheshin jo vetëm në jetën personale, por dhe në punë edhe në kish. Largohem nga kjo konferencë me një dëshirë për të ardhur përsëri, e pajisur dhe e frymëzuar për çfarë Zoti dhe çfarë më pret në të ardhmen. Forumi Shqiptar i Udhëheqjes për mua ka një kuptim të rëndësishëm sepse kam ardhur këtu për të rifreskuar mendjen time si një drejtues në kishën që shërbej në Podjevë, për të qenë edhe shembull për drejtues të tjerë në Kosovë, në Shqipëri, në botën shqiptare, domethënë për të kuptuar se sa rëndësishme është që të marrim pjesë në konferenca për të trajnuar, për të sofistikuar më shumë në atë se çka bëjmë, si shërbejmë, për të qenë drejtues të mirë, për të qenë familjar të mirë dhe për të qenë shërbitor i Krishtit. Për mua ka qenë privilegj të takoj njerëz nga disa treva shqipfolse dhe unë mendoj që i shërben jashtëzakonisht ngritjes të krishterëve dhe zhvillimit të besimit i krishterë në trevat shqiptare. Forumi i udhëheqësisë për mua është një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë, sidomos të takojmë, të ndajmë, të shkëmbejmë eksperjenca si të krishterë të disa trevave shqipfolse. Ishte kënaqësi që isha pjesë e forumit të udhëheqësisë të Shqipërisë, edhe pata mundësinë të kaloja një kohë të bekuar me shumë vëllezër e motra dhe diskutonin për çështje që janë të rëndësishme për të gjithë ne si të krishterë. Pjesa më e madhe ku unë përfshiva bashkë me miq dhe persona që kanë të ndajnë të njëjtin mendim ishte forumi i kishmbjelljes ku diskutua për mënyrën se si misionet të ndryshme, grupimet të ndryshme po zbatojnë kishmbjelljen në Shqipëri, që ishte goxha informative dhe goxha bekim për të marrë vesh dhe ishte kënaqësi që kisha mundësinë të kontribuoja në këtë aspekt me atë çfarë Perëndia ka dhuruar ndër vite për të qenë një bekim, një ndihmë për të mbjellur ngjilljen e Krishtit në Shqipëri. Forumi Shqiptar i Udhëheqjes nxori në pas se puna në mbretërinë e Perëndisë është shumë dimensionale. Kërkon një trup të bashkuar, ku secili zë, secila dhunti e secila thirrje ka vlerë. Miq, është kaq e lehtë të shpërqendrohesh këto ditë, apo jo? Ka aq shumë gjëra që kërkojnë vëmendjen tonë, kariera, politika, ekonomia, dhe të gjitha këto kanë rëndësinë e tyre, por nuk janë gjërat më të rëndësishme. Ajo që ka rëndësinë më të madhe është misioni në të cilin jemi thirrur, të bashkohemi me Perëndinë në veprën e Tij, për të shpëtuar një botë të humbur dhe për të pajtuar njerëzit me veten, një shpirt në një kohë. Ne jemi ambasador të Krishtit. Ne jemi të dërguar në qytetet tona të mëdha dhe duhet të mbajmë fokusin ton tek gjëja më e rëndësishme. Kjo është thirrja jonë ungjillore. Ky është misioni për të cilin jemi krijuar. Ky është qëllimi ynë në jetë, Krishti dhe vetëm Krishti, sepse Perëndia nuk ndalet kurrë së treguar i hir për njerëz që nuk e meritojnë.
Do të dëshiroja që të falenderoja nga zemra jo vetëm bashkëpunëtorët që organizojnë forumin shqiptar të udhëheqjes, por në mënyrë të veçantë të gjithë ata që vinë për të moderuar rrjetet, ata që vinë për të dhënë seminare dhe mbi të gjithë ata që vinë për të shërbyer si vullnetar në organizimin e të gjitha aktiviteteve të forumit. Ne të adhurojmë të vetmin emër, të cilin e jep shpëtim. Të adhurojmë Zotin tonë i cili na mban me dhënësuri dhe me një dashuri të